Nuk e di të qeshësh apo të qash. Kjo histori është nuk di. Kisha vendosur mos ta përdorja profilin e Instagramit tim për gjëra politike, duke menduar që politika do ishte e gjitha në emision, po kjo ishte skandal sot. Nuk po them për tenderat, për çështjen e Ballukut, për çështjen e Akshit, si vidhe e çfarë bëj, se këto merret spaku dhe po i gjykon. Por gjë më e tmerrshme ishte historia e mbrëmshme. Policia merr urdhër të arrestojë një person që është në kërkim nga spaku me vendim arresti të gjykatës. Nuk e gjen personin, Ergyll Sagasin, e kërkon gjithandej nuk e gjen. Po jo vetëm kaq, por personi kthehet të nesmen, ose ai vetë ose çon dikë se thon nipin, dhe merr dhe shishet e verës si kishte lënë në shtëpi, 3 milion euro thot media, nuk e di sa e vërtetë është. Pra imagjino, jo vetëm personin që se kapin, po ju merr dhe verën që kishte lënë aty. Tani unë se kuptoj, një person kërkim dhe mos i ruash shtëpinë, të shohësh kush hyn e kush del, dhe të shohësh që ngarkon dhe shishet e verës, kjo është o të qash, o të qeshës, nuk e di domethënë. Kjo o policia janë komplet të shitur, o janë komplet out. Kjo është histori e tmerrshme.